Vje mora lajmin që se besova, bariu ynë i dashun, i peshkvi Simon Kulli, kishte pësua një sulm në zemër, dhe kishte ndrua jetë. Aty për aty, diçka në mua u thye. E mu desh pa kohë me e marrë vetin e me e pranua këtë realitet. I peshkvi Simon, në të vërtet, ka ke njeri toks, por me synd nga qieli, njeri shumë i përvujt, që predikonte me jetën e vetë. Ajë të vërtet shpal të ungjillin krejt kohën e ka njëherë përdor të fjallët atër kur duhej. Ky njeri ka ke aqë mirë, lejetë e ti ka ke ndrit. A di ka herë në kur është një njeri aqë mirë, që e kur je rrëth ti, nuk mundesh as me folë gjatë të keqe, se mirësia e ti e mbullo të keqen. Por një kritik me kam betë për ta. Nuk e inqizov dëshmin me mua. Kishte cikletë dhe me ardhë, të shpia me mos të detyroj me dëshmua. Ta shku me të gjua dëshmin të ande, Dom Simon, por të fali se jeta jote ka kënë dëshmi, por le vdekja jote me ka mësua, me jalurua Krishtit krejt jetën pa frikë, se kemi me vdek prap se prap, le nuk guzojmë me lën vdekjen me në ban sklavër, të gjithë priftet mësoni ka vdekja se para barkin me vdek. Dom Simoni ka jetua jetën e plot pa frikë. Javën që kaloj ka shugurua Kristianin i vezaj, le u përjetua në një gëzim shumë i mall, sepse kishte lind një djalë shpirtnor pas disa veç që kishte mbajt një bashkësi në zemrën e vetë, si nana që mban një fëmijë në krahërorin e vetë, e kur lind ai fëmijë është gëzim i mall. Por si gjithmonë, pas çdo gëzimi të mall, noll trishtim. Kush ka më marrë me familjen e besimit që e ka krija Dom Simoni? Këtë pyetje ja kom drejtua Zotit. Pse me marrë u peshkvin që është dritë dhe yll për popullin e vetë? A don Zoti me pasunua kishën e vetë, apo me mërfrua? Pse na i merë lojtarët ma të mire, ma të fort? Të gjithë të pyetje i kom kalua për krye. Mendo me paljargua Mesin nga Argentina në lullet e jetës. Një dioqes historike, si ajo e sapës, në mendjen time u varfrua dhe kisha katolike në Shqipni u varfrua. Por atër në mëra në mend, se të njëjtin mendim kom pas vdekjes u peshkvit Lucianit, që laj ka kënë fort i mirë. Por Zoti e pasunoi dioqezën e kishën shqiptare me ardhin e Simonit. Atë çka me bën tash? Me besua Zotin. Limbja është e madhe, por pikrisht në këtë limbje, fjalja e Zotit me shkundi sot, kur kujtova fjalët e Shëmpalit që thot, nëse shpresojmë në Krishtin, vetëm në këtë jetë, në jemi më të mirë ndër të gjithë njerëzit, atë në pse është besimi jonë, për çka kem besua. Dom Simoni nuk ka jetua vetëm për këtë jetë. Atë në pse më u trishtuar unë, kur ai ka shkua në atë vend ku gjithmonë ka dëshirua të jetë. Dasia është shumë e limshme, e kem të drejt me derdhjot, sepse le Jezusi kja ajtit e vare i Lazrit, por limja nuk është e pa shpresë. Na jem të Krishtit, nuk jetojmë pa shpresë. Si thot Shëmpali, mos u trishtoni si ata që s'kan shpresë. Kush janë ata që s'kan shpresë? Ata që s'besojnë në Krishtin. Ne nuk guzojmë me mbet në mjerim, sepse Krishti unë gjallë, le me vdekje e mposhti vdekjen. Ai unë gjallë si fryti i pari ringjalljes, si garancia se ata që e deshtën, le e shërbyen me besnikri, si u peshkvi hynë Simoni, kanë me unë gjallë me ta, le kanë me jetua në lumturinë e ti. Kjo në ngushllon. Në këto ditë, shumë njerëz janë me zemër të plasur.
Po çka na thot psalmisti, çka na thot Biblia? Thot Zoti është afër atyre që kanë zemrën e thyrë, atyre që kanë zemrën e plasur. Ne mund të kemi zemrën e plasur, po shpresojmë se Dom Simoni është me zemër të plot, sepse ne fe besojmë se ka arrit premtimet që i ka besua gjatë krejt jetës. Se ka me pa ata që syri nuk e ka pa, se ka me dëgjua ata që veshi nuk e ka dëgjua, ka me ndje fjalë që i ka prit, të ljumt shëptor i mirë e besnik, hyr në gëzimin e zotnis tanë. Dom Simoni ka shëptor i mall për të mlejt dhe për të voglit, për të smurit. Nuk e ka përdor pozitën e tij për me sundua, por për me shërbye njerëzit, siç na mëson Jezusi. E thot, ai që dëshiron të jetë i pari, duhet të shërbej të gjithë, ai që do me kej mall duhet mu zvoglua. Ne këmbi humb atan që na ka shërbye me mersinë e Krishtit, por kujtojmë fjalët e Shën Agustinit. Ai thot, ne nuk i humbim ata që i kemi dashur. Ata thjesht na presin pak përpara, kanë arrit atje para nesh. Ne trishtohemi kur vdesin njerëzit e mirë dhe të drejtë. Por Shën Ambrozi na kujton, për të drejtin, vdekja nuk është fundi, por porta që na çon në jetë. Me të vërtet, për i peshkun Simon, kjo nuk është fundi, është takimi me Atin të cilin e shërbeu me zemër të përvojt. Është kurorëzimi i jetës e tij, sepse si Shën Pali, edhe ai mund të thonte, luftën e mire luftova, vrapimin e kreva, fen e ruajta, e tash me prejt kurore a drejtësisë. Sot e vajtojmë humbjen e tij, po le nderojmë fitoren e tij. Ai që jetoj si bari i mirë, tash pushon në krah të bariu të mall, Jezusi që thot, unë jam bariu i mirë. Ai që predikoj ngjalljen, sot po e shijon ngjalljen. E nëse mallin a djeg, le të na ngroh premtimi i Krishtit, i cili thot, kush beson në mua, edhe po të vdes, kam me jetua. Nga jeta e tij, do të kujtojmë për vujtnin, butësin, busheshjen, dhe zemrën e hapur. Ky është trashëgimi i tij që në kaljen, i peshk i dashtun Simon. Faleminderit që na ke dha me zemrën e Krishtit. Të besojmë në duart e Zotit dhe në përqafimin e shëlbuesit, në duart e Maris, që ke nderu shumë të gjithë shenjtërve dhe martirëve shqiptarë që të presin, se ke pasardhësit tyne, deri ditën që shpresojmë me u taku prap, mbajmë të gjallë këtë shpresë që na nep Zoti. Ai do të fshin çdo lot nga sytë e tyre. As vdekja mas do të jetë, as vaj, as ofshame, as limbje mas do të ketë. Tu shofsh në paqen e dashninë e Zotit, bariu i mirë, na kujton e qell për mua personalisht, nëse ke mundësi, thuaj Shën Palit me u lut për Shqipnin, që zemrat tona të kthehen te Krishti, si na fillim kur na ka ngjyllizua vetë Shën Pali, e ti ke njek rrugën e ti, gëzosh në amshim lutu për ne.